Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi ta anashkalojë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku përmendej në mënyrë specifike hetimi i SPAK-ut ndaj tij për korrupsion në rastin e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se raporti thjesht reflektonte një fakt. Ai raport, se di se kush e shprehte një fakt, ajo ka ndodhur. Unë besoj se nuk gënjente. Të them që gënjente jo. Thoshte një fakt. Që ajo ka ndodhur dhe unë kam denoncuar atë me qindra dhe mijëra herë. Kështu që s'ishte gjë të re. Kur nga zgjedhjet na ndajnë vetëm 47 ditë, Berisha sqaroi se në fokus të strategjisë elektorale të Partisë Demokratike është programi dhe opozita nuk do të merret me rivalin politik Edi Ramon e Partinë Socialiste. Çdo kandidat, çdo aktivist i Partisë Demokratike duhet nga mëngjesi deri në darkë të merret me programin e Partisë Demokratike, të merret me shpjegimin e këtij programi, me ofertën e tij. Kundërshtari ka krijuar skenën e tij me zhapi, me hardhuca, me zhaba. Tani do shtoj dhe gjarprit aty, do shtoj edhe mit, çfarë ka ngel tjetër, pse me këto do merremi ne? Jo. Në këtë frym sot Berisha nuk foli as për kryeministrin Rama e as për kryebashkiakun arrestuar Erion Veliaj, por vetëm për një prej shtyllave kryesore të programit. Ulje nga 15 në 2% të taksës së fshitjes së pronës dhe për këtë qëllim krijimi i kadastrës fiskale për përcaktimin e çmimeve të referencës. Bie taksa Rama e karburantit dhe karburantet nuk do të shiten. Në Shqipëri me një çmim që ndryshon plus minus 10% nga ai i Kosovës dhe Maqedonisë. Berisha dhe aleatët e tij kanë zbritur në fushë betejën elektorale me sloganin Shqipëria madhështore dhe një program me të cilin ata premtojnë se do ndryshojnë të ardhmen e vendit.